Përshëndetje, unë jam Ylli Osmani, nxënës I gjimnazit Sami Froshi. Këtu jemi në Ulpion. Ulpiona është njëra nga qytetet më të rëndësishme antike të Kosovës. Ky qytet ka filluar ndërtimin në shekullin të dytë dhe pastaj është renovuar nga Justiniani, që ndryshe ka marrë emrin Justiniana Secunda. Këtu, mes rënojave, dikur gjendeshin tempuj, bazilika, forumi dhe shumë ndërtesa të tjera. Këto e tregojnë jetën e gjallë dhe të zhvilluar që kishte qyteti. Banorët e Ulpionës merreshin me zejtari, bujqësi dhe tregti. Sot, ky vend është një trashëgimi arkeologjike e jashtëzakonshme, që na tregon se sa e lashtë dhe e pasur është historia jonë. Ulpiona vizitohet çdo vit nga shumë njerëz, arkeologë e turistë që duan ta njohin më mirë rrënjët e Kosovës. Ulpiona është më shumë se një vend historik, është një kujtesë e gjallë e kulturës dhe të identitetit tonë, një dëshmi që na tregon se sa shumë histori var toka ku jetojmë. Megjithatë, Ulpiona përballohet me shumë rreziqe, si pendikimit të motit, neglizhencës njerëzore dhe mungesës së mirëmbajtjes. Këto e dëmtojnë rrënojet dhe objektin e Ulpionës. Gjithashtu, zhvillimi urbanistik dhe lavrimi në tokë ndikojnë shumë negativisht në mbrojtjen e zonës arkeologjike të Ulpionës. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që të ruajmë dhe të mbrojmë Ulpionin. Jo vetëm si një vend arkeologjik, por si një pjesë e identitetit dhe historisë sonë. Ruajtja e saj nënkupton respekt për të kaluarën dhe përgjegjësi ndaj brezave që do të vinë. Vetëm nëse kujdesemi për këto vende, do të mund të mësojmë gjithmonë diçka të re për historinë tonë.